Nga bujqësia inteligjente, do të zhvendosemi në një fushë plotësisht të kundërt, por që ka një element të përbashkët me këtë të fundit dhe që është teknologjia. Në këtë pjesë të emisionit do të flasim për zbatimin e inteligjencës artificiale në mjeksi, por jo vetëm. Dhe për këtë kam të ftuar Emir Leçinin, i cili është software developer si dhe data scientist. Mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderiti. Atëherë në pjesën e parë të emisionit, ne pam projektin e një asistenti mjekësor prej roboti, i cili shërbente për të shpërndarë ilaçe për pacient. Tani është vetëm një prototip, por a mendon se mund të bëhet një realitet i afërt dhe i përhapur së shpejti në Shqipëri? Është pak e vështirë implementimi në Shqipëri. Ne spitalet tona nuk janë ndërtuar për të shërbyer infrastrukturës që robotat lëvizin nëpër korridore. Do kishte nevojë për shumë hapa përpara se të implementojë. Megjithatë, një spital i ri që mund ndërtohet ose nëse do të bëheshin mekanizmat e nevojshëm tek spitalet që aktualisht janë, ndoshta ata qendrorët, mund të implementohet, po do në disa vite. Domethënë për pak vite nuk besoj se implementimi i atij roboti specifik do të ishte i mundur. Në çfarë faze të zbatimit është aktualisht inteligjenca artificiale në mjeksi në Shqipëri? Në Shqipëri ka disa aplikime të AI në mjeksi, po kryesisht janë tek analiza. Domethënë kemi përdorim të AI tek imazhet, ndoshta tek skanerat, tek mundësia për të parë kancerin ose mundësia për të analizuar më kollaj për sa i përket laboratoreve ose analizave, po në përdorimin mjeksi të mirëfillt ose nga stafi administrativ nuk është një përdorim i tillë akoma. Ka të dhëna, ka një infrastrukturë që mundet të çojë drejt përdorimit të AI-t, po momentalisht përdorimi i AI-t është vetëm në fazën e analizave ose diagnostifikimit. Nuk ka një analist mirëfillt ose një përdorim të mirëfillt të AI-t në mjeksi, për sa i përket Shqipërisë. Sipas mendimit tënd, çfarë po e pengon Shqipërinë që të kthehet në një vend pararoj, le të themi, të inteligjencës artificiale? Sepse ne kemi pasur disa përmirësime në këtë fushë, për shembull, shumica prej shërbimeve tona publike janë të digitalizuara, por ashtu kemi nisur me zbatimin e AI-t në prokurime publike, kemi hartuar edhe një strategji kombëtare për inteligjencën artificiale. Pra çfarë pengon? Për sa i përket të qenirit pararoj në AI, është e vështirë që të jesh një shtet i tillë, pasi ka nevojë për shumë gjëra. Ne mendoj 3 sfida më të mëdha që kemi për të pasur këtë avancim në aspektin e AI-t janë e para infrastruktura. Ka nevojë për shumë investime, data centers, ka nevojë për research, ka nevojë edhe për shumë atë infrastrukturë që ne momentalisht nuk e kemi. Edhe computing power, domethënë të zhvillosh AI ka nevojë për fuqi të madhe kompjuterike. Kjo është aspekti i parë. Me aspektin e burimeve njerëzore. Në Shqipëri dhe në universitete, po edhe në nxitjen që i bëhet studentëve është fushë shumë e re. Degët që janë për AI janë të reja, janë hapur mastera, po janë relativisht shumë të reja. Ka nevojë për trajnimin e një gjenerate ose disa brezave të cilët kanë njohuri në këtë fushë dhe pastaj këta ekspert të ndihmojnë që AI në Shqipëri të marrë dimensione të tjera. Pjesa e tretë është edhe pjesa e dhënave. Që të kemi zhvillim në AI duhen shumë dhëna. Ne kemi një prioritet ose kemi një avantazh, do thuaj që kemi sistemin e Albanias, ndihmon shumë, po duhen të dhëna më të gjera. Duhen dhëna më të gjera, kemi dhe së fundmi të dhëna të siguruara nga Instati, kemi dhëna nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë, mos gaboj për database që kanë bërë për dhënat. Ka disa përmirësime, megjithatë pjesa e dhënave është pjesa e tretë që nëse ne arrim të bëjmë një grupim të mirë dhënash dhe sigurimin e këtyre dhënave, pasi është shumë sensitive, atëherë besoj se mund të arrijmë që të vazhdojmë me AI. Pra Shqipëria duhet të investojë në këtë fushë me qëllim që të arrijë kapacitetet, le të themi, të nivelit botror të AI-t. Po në fushat e tjera, si mund të integrohet inteligjenca artificiale? Ka aplikime jashtëzakonisht pafundme. Kemi aplikime që ne vetë sot ndoshta nuk i ndjejmë, po ndodhin. Megjithatë njerëzit kur dëgjojnë atë inteligjencën artificiale mendojnë sikur të ndjegjë wow. Inteligjenca artificiale mund ndihmojë qoftë me gjëra që janë shumë të thjeshta, por si unë nuk i kap. Për shembull, nëse mund të përmendim ke spitalet, kemi pjesën e fluksit. Me inteligjencë artificiale ne mund të shohim ku ka më shumë fluks. Në oraret që me dhëna që ne japim AI-t, ata mund të konsiderojnë që në orën e zemë 3 deri në 6 ka një fluks më të madh. Kjo optimizon përdorimin e spitaleve, ndoshta personelit mjekësor.
kemi inteligjencë artificiale për sa i përket studimeve që mund të bëjmë si popull, ndoshta kemi nevojë për ca shërbime që ne shikojmë që këtu ka më shumë fluks, edhe kjo ndihmon. Ka shumë aplikime në shkolla, po nis pak si aplikim, me AI mundemi që të personalizojmë mënyrën se si ja mësojmë dikujt diçka fikse. Ka aplikime ndryshme, dhe është një ide që në çdo profesion mund ta aplikojë. Po individët dhe bizneset vetë, pra si po e përdorin dhe apo e përdorin si duhet inteligjencën artificiale? Përdorimi si duhet është shumë i gjerë. Varet çfarë quhen përdorimi si duhet. Unë personalisht e bëj këtë bisedë me kolegë që i kam ose shokë që nuk janë në fushën e computer science. Po, unë për vete kam parë që shumica paktën e njerëzve që më rrethojnë përdorin vetëm ChatGPT edhe aty mbaron inteligjenca artificiale. Ai është aplikimi më normal. Aty është aplikimi më bazik që gjithë e dim. Për mendimin tim, çdo profesion, çdo person sot, çdo individ, çdo biznes duhet pak ta integroj, sepse të lehtëson shumë punë. Ka procese që ne si njerëz na duan shumë kohë, edhe AI bën direkte. Kështu që nuk është diçka që duhet i rezistojmë. Megjithatë, aplikimi më mirë do thoya që është për automatizimin ose për lehtësimin e proceseve të vështira. Kemi shumë sot edhe gazetarë që e përdorin për artikuj, për informacione, me AI mund të kërkosh një informacion për 4 minuta, një gjë që do ta gjeje për 20 minuta. Domethënë, mendoj që aplikimi mund të jenë t'i shërbejë personave ose individëve për t'i lehtësuar një punë që ata e bëjnë. Ky mendoj duhet të jetë aplikimi më normal në nivelin e personave të caktuar. Atëherë, për të kaluar në një nivel pak më të gjerë të zbatimit të inteligjencës artificiale, në forumin që u mbajt para pak javësh në Tiranë, pra forumin e investimeve BE Ballkani Perëndimor, Bashkimi Evropian deklaroi që do të haptet një fabrikë të inteligjencës artificiale në Maqedoninë e Veriut. Edhe në strategjinë kombëtare për inteligjencën artificiale, Shqipëria parashikon ndërtimin e këtyre fabrikave, pra nga vetë Shqipëria pa mbështetjen e BE-s, megjithëse mund të marrë ndonjë fond varet, por nuk është parashikuar momentalisht. Çfarë janë këto fabrika dhe për çfarë shërbejnë ato? Këto fabrika përpunojnë të dhënat në mënyrë masive. Fabrika që ndërtohet në Maqedoninë e Veriut është fakt një degëzim i fabrikave që Bashkimi Evropian ka. Këto fabrika shërbejnë, themi si data centers, përpunojnë një sasi shumë të madhe të dhënash dhe me anë të këtyre dhënave mundohen të nxjerrin atë fjalën që ne quajmë insights ose specifika të caktuara, mund të nxjerrin patterns, do të thënë disa rregulla dhe nga kjo pastaj shërbejnë për të krijuar dhëna. Aplikimet që mund të bëjnë këto ose ndihmesa që sjellin këto varësojnë, do të thënë çdo fushë mund të ndihmojnë. Megjithatë, këto data centers që quajmë, shumicën e punës tyre e kanë këtë gjë, marrin sasi të mëdha dhënash, pasi dhe vetë quhen data centers, qendra dhënave, dhe i përpunojnë dhe më pas nxjerrin disa themi patterns ose disa vlera ose disa studime që ne na ndihmojnë pastaj që të kemi më shumë produktivitet tek ajo fushë për cilën ata synojnë të bëjnë. A mendon se Shqipëria i ka kapacitetet për të krijuar një fabrikë të tillë në 5 vitet e ardhshme të paktën, pra deri në 2030-ën? 2030 është afër, nuk është larg për diçka të tillë. Nuk do të jem pesimist, a ka mundësi? Ka mundësi, a është praktikisht e mundur? Është e mundur, a është megjithatë që ndodh? Momentalisht nuk e besoj. Do duhet edhe disa vite që të jemi më të familiarizuar me AI. Duhet të kemi më shumë persona që merren me AI. Dhe në Shqipëri është treg pak i ri. Shumica atyre që merren me data science, Shqipëri shumica e projekteve tyre do nga tregu i ngushtë e aplikojnë remote ose me tregjet europiane, sepse është dek shumë e re. Mendoj që 5 vite është pak afër. Të falenderoj shumë që ishe i pranishëm e mirë. Të falenderoj ty, ishte shumë kënaqësi. Do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër për të rikthyer sërish me të ftuarin e radhës.